Gjykata e shkallës së parë në Vlorë, ndryshe nga simotrat e saj në shkallë vendi, po regjistron një ngarkesë disi të përballueshme të çështjeve gjyqësore. Në optikën e dhomës avokatisë në Vlorë, kjo gjykatë është në një situatë normale të funksionimit të saj. Gjykata e shkallës së parë ka ngarkesë, mendoj në krahasim me disa gjykata të tjera është disi më mirë, po do një lëvizje që mund të bëhet transferim gjykatës ose vajtje do një gjykatë në apel do risjell edhe një shpërndarje të çështjeve të cilat krijojnë një farë vonese. Për fat të mirë Vlorës i ka ngelur kjo që këtë një gjykatë shkallës parë është disi më mirë se gjykatat e tjera. Sekretari i dhomës së avokatisë në Vlorë, Sokol Kamberi, thekson se po vendoset në rrugën e duhur edhe çështja e plotësimit të organikës me gjyqtar të rinj, por sipas tij problemi mbetet tek dy gjykatat e apelit, a jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë dhe gjykata e apelit administrativ. Ka filluar të vihet në vijë si proces, problemi gjithmonë të net që reflektohet është gjykata e apelit të dyja kompetencave. Avokat Kamberi thekson se cilësia e gjyqtarëve të Vlorës është pozitive, ndërsa gjyqtarët e rinj duhet të mirëkuptohen në hapat e tyre të parë. Janë hapat e parë, duhet të mirëkuptojmë. Edhe ne kur kemi dalë si avokat kemi qenë shumë teorik, kemi pasur frikë, emocion. Mendoj që të paktën ne si Vlorë jemi të privilegjuar, kemi një cilësi shkallë e parë. Kemi një cilësi gjyqtarësh që është e mirë dhe mendoj me kalimin e duke fituar atë eksperiencën e nevojshme, do konsolidohet si cilësi. Jemi të paktën si gjykatë e shkallës parë jemi fatlum që kemi lloj cilësie, se kam përshtypjen që ka mangësi në cilësinë e gjykata të tjera. Pastaj ky është i konflikti i jashtëm midis avokatëve dhe gjykatëve. Kështu që ndoshta mendimi mund të jetë i palës tjetër që nuk është dakord me. Sekretari i dhomës avokatisë në Vlorë, Sokol Kamberi, ka edhe dy mesazhe për gjyqtarët e rinj që ta pranojnë me kënaqësi caktimin e tyre në Vlorë, pasi gjykata e shkallës së parë në Vlorë të mëson dhe se dhënia e drejtësisë është hyjnore, kështu që duhet t'i përgjigjen sa më shumë dhënies së drejtësisë. Gjykata e shkallës parë në Vlorë ka qenë, është nuk e di më vonë sepse kemi ndryshim, është gjykatë që të mëson. Kush kalon gjyqtar në gjykatën e Vlorës mëson shumë dhe shumë javë për të vajtur në çdo lloj gjykate. Kështu që mendoj duhet edhe kur bëhet ndarja duhet ta duan Vlorën, të vinë me kënaqësi, do mësojnë. Dhe kush kalon kudrën e Vlorës i ka rrugët e hapura. Pastaj mesazhi është që t'japësh drejtësi është hyjnore, të paktën të përpiqen të i afrojnë sa më shumë dhënies drejtësisë. Patjetër që palët duhen të pakënaqura, e kuptojmë. Po të përpiqen që t'i afrojnë sa më shumë dhënies drejtësisë.